votat e aleancës janë në tavolinë, në sallë për president, thrasim që sa më shpejt me ndodh kjo dhe kërkojmë që as neve mos na adresohen. Vetëm t'i marrin, sikur këto vendime që i morën, e që janë të jashtëligjshme, t'i marrin do vendime të lehtëshme, të cilat konfirmojnë që gazi amerikan hyn në Kosovë, që investimet në energji ndodhin dhe rena ato 6 pikat mos ti përsëris. Pra kjo temë paka shumë na reflektimin e kemi bërë. Tek gjykata kushtetuese. Ne kemi pas këtë diskutim dhe siç e dini ky diskutim ka qenë edhe atë natë ku ne kemi kërkuar seancën për shkak se paka shumë na jemi në lajthitje si parti opozitare. Pse jemi lajthitje për shkak se ne një natë përpara kemi thonë që do thotë u shkel kushtetuta e tash do më thonë për referohemi rregullores 48 tetorshit. Kjo është çështje që duhet diskutohet, duhet të ketë një trajtim përbashkët. Unë nuk mendoj që ka krizë kushtetuese, unë mendoj që këtu ka krizë politike. Në kriza politike ju ka vesh Kosovës, ju ka imponu Kosovës fal një qëllimi politik bukur thjesht të lëvizjeve vendosje për t'i pas 3 pozitat në kontroll. Ne nuk e kemi, mas pari ne nuk kemi një iniciativë që ndërlidhet me një seancë jashtëzakonshme me 40 nënshkrime. Tash për tash nuk e kemi. Dhe duke mos e pas në mënyrë hipotetike nuk mund t'i dhoni përgjigje, veçse me pas një ide e cila e nxjerr vendin nga kjo krizë, automatikisht ne edhe ja dhom LDK-s apo PDK-s apo ata neve në nshkrimet për njësëm, por nuk ka një kauzë. Domethënë se situata është bukur e qartë për ata që dojnë me pa, edhe me këtë po e përmbylli. Ne e shohim se këtu, edhe po menojnë njerëz që ka strategjit në dhaja, ka idet më, nuk ka. Tu po shifet shumë thjesht, qëllimi ka qenë me u zgjat afati konstruimit kuvendit, në mënyrë që të krijohet kohë ma shumë për Kurtin, e në mënyrë që ai të pozicionoj datën e zgjedhjeve kur po don. Me dashur ai me i themelu institucionet, kjo punë është bukur e lehtë, numrat dihen, emrat konsensual, krejt jemi pajtu për Kosova ka bolla emra serioz, tërtohet një platformë pak ma serioze, po kjo platformë serioze mundet me hinë funksion vetëm kur dihet kush në kuvend. Ndaleni kapjen e administratës shtetërore se s'është e partisë, asnjërs parti, po është e Kosovës, qytetarëve të saj. Mos ju bëni presion për me shkel ligjin dhe mos ju bëni shtypje për me marrë vendime që nesër do të jenë vendime me karakter penal. Mos i përdorni institucionet e shtetit për zgjatim të partisë. Kosova nuk është dhe nuk ka qenë dhe kur s'ka me qenë pronë e asnjë partije, e asnjë vendosjes.